Lozan, cilat janë të rejat që dihen në lidhje me këtë aksion të policisë? Përshëndetje, se përket informacioneve me procesin, ndoshta është pak të herët që të ndoj me juve shumë që se as Prokuroria themelon në Prizren, por as Policia e Kosovës nuk është se ndon informacione në këtë fazë, me qenë se aktualisht po vazhdon procesi intervistimi, në kohë që po flasim aktualisht këtu në stacionin kryesor të policisë në Prizren, janë rreth 30 deri në 40 komisioner të partive politike që sot kanë qenë në qendrën komunale të numërimit këtu, të cilët po intervistohen. Aktualisht po vazhdon intervistimi, gjatë kohës sa që ndruam këtu, jemi që gati ndoshta 1 deri në 2 disa avokatë prononcuan për media, ishte Faik Miftari, i cili ishte avokati i njërit prej komisionerëve të komuniteteve, Gent Gjini, i cili ishte komisioner, i cili ishte avokati i një komisioneri të lëvizjes vetëvendosje, dhe Blen Gjini, i cili po ashtu tha se përfaqëson një komisioner nga partia Emilia Rexhepit. Dy të fundit thanë se klientët e tyre janë mbrojtur në heshtje, ndërkaq përgjithsisht të gjithë avokatët për klientët e tyre pretenduan se ata kanë nënshkruar protokollin i cili e përmbyll procesin e numërimit në qendrën komunale këtu në Prizren, pa ditur se përket keq përdorimeve. Aktualisht besoj po me janë edhe një 3 ose 4 vetura të policisë Kosovës janë këtu kombit të cilat shërbejnë për mbartjen e personave të cilë potencialisht mund të dërgohen në mbajtje ose para burgim. Aktualisht është faza fillestare, faza intervistimit, nëse ka ndonjë vendim për dërgimin në mbajtje të këtyre personave, logjikisht do duhet të dërgoheshin njëri nga objektet këtu brenda rrethojës ku është gjykata dhe objekti policisë Kosovës. Ka raportime se për shkak të numrit madh të personave të cilët po intervistohen dhe mund dërgohen mbajtje, disa prej tyre mund të dërgohen edhe diku tjetër, por raportohet se janë mbi 100 persona që po intervistohen se përket dyshimeve për keq përdorim të votave në regionin e Prizrenit, në Lubisht, në stacionin policor në Lubisht. Tashmë është e konfirmuar prej kolegëve që ishin atje se ka vazhduar intervistimi, megjithatë ka disa persona që janë pjesë e stafit këtu na thanë se ka intervistim edhe në Suarek, megjithatë nuk është e konfirmuar se sa është i sakt numri i komisionerëve të intervistuar, por me informacionet që janë nga qendra e numërimit në Prizren, pra kanë qenë dikon rreth 28 tavolina të numërimit, janë rreth 5 komisioner, njëri është nga komunitetet, 4 janë nga PDK, LDK, vetëvendosje dhe AKR, dhe mishti bie dikon që janë rreth 140 komisioner që kanë qenë pjesë e procesit, por sa është numri i sakt i të intervistuar deri më tani nuk është se e kemi informacionin. Po ashtu ka pas raportime se është arrestuar djali i njërit prej deputetëve që vjen nga regioni i Prizrenit dhe në llogarinë të cilit janë minusuar dikon 300-400 vota, të cilat potencialisht kanë mundur të hudhen aty gabimisht ose me qëllim. Megjithatë nuk kemi mundur që ta konfirmojmë se i njëjti është arrestuar. Po ashtu ka pas raportime se do të intervistohen edhe deputetët nga rajoni i Prizrenit, të cilëve u janë shtuar votat, por që deri më tani as këtë informacion nuk kemi mundur ta konfirmojmë. Po vazhdojmë që ndrojmë këtu në stacionin policor në mënyrë që të marrim pamje shumë çfarë ndodh, po besoj do të ketë ndonjë konferencë nga kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu. Për fond, me atë se është ndarë edhe prej prokurorive, policisë Kosovës, po edhe prej avokatëve që u prononcuan për media, të gjithë dyshohen fillimisht në fazën fillestare për falsifikim të rezultateve. Është neni 216 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës, i cili parashe dënim nga 3 deri në 5 vjet burgim. Megjithatë, se çka do të ndodh gjatë ditës, ne do të jemi prezent në Prizren, fillimisht në Policinë e Kosovës, pastaj sigurisht edhe nga prokuroria për të parë se cili do të jetë vendimi, a do të lirohen në procedurë të rregullt apo do të dërgohen në mbajtje komisionerë të cilët ishin pjesë e procesit të fundit zgjedhor. Në rajonin e Prizrenit, për fond një informacion me asaj emrova, pravatësisht janë dikon mbi 20.000 vota të cilat janë llogaritur ose janë në llogari gabimisht të deputetëve që vijnë nga rajoni i Prizrenit, por janë nga gjitha partitë, nga Partia Demokratike e Kosovës numri është pak më i madh, por edhe nga partitë tjera, ka edhe nga Lëvizja Vetëvendosje, edhe nga LDK, edhe nga AK. Megjithatë numri më i madh i votave që janë llogaritur ose ka shpërputhje më të mëdha janë nga Partia Demokratike e Kosovës. Po, Lërdon, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtën.